Bloku i pallateve në rrugën Vëllezërit, Frashëri, është një nga kantierët e hapura të punës në qytetin e Shkodrës. Ky investim, ashtu si ai realizuar një vit më parë në pallatet e rrugës Isuf Sokoli, synon transformimin e hapësirave publike brenda bloqeve të pallateve në qytet. Një tjetër investim ka nisur prej disa ditësh nga Bashkia e Shkodrës. Bëhet fjalë për rikualifikimin e bllokut të pallateve Vëllezërit, Frashëri. Ky investim parashikon ndërhyrje në sistemin nëntoksor, kanalizime të ujrave të bardha, kanalizime të ujrave të zeza, krijimin e hapësirave të gjelbërta dhe ndriçim. Punimet janë në fazë fillestare, janë trajtimi ujnave zeza, po banë kanale të reja komplet, me pusetat të reja me gjitha, mandej të kalohet pusetat e shiut. Ta punimet në toksor janë që na hanë ma tepër kohë, të tjerat janë i fije më të pasra si punë që. Investimi nisur vetëm pak ditë më parë parashikohet të përfundojë pas 4 muajve, duke sjellë edhe një pamje të re për këtë zonë.